shkurt edhe ona e veç me thonë që jam shumë e privilegjume që këtë vetë jam një imazh i IPCO-s. Gjithmonë ka qenë na ka sjell atë ëndrrën virtuale që është po shumë modernizume me filma, me gjana, me rrit me IPCO-n. Kështu që është shumë cool që jam i imazh këtë vetë dhe jam shumë e lumtur për këtë pjesë. Unë për vetë më ka lecu jetën se nuk më bjenë non-stop me qenë jashtë shtetit edhe se kom probleme me internet, mu lidhë me familjarë, me shokë që në jashtë gjithashtu edhe Counter-Strike hyu shpesh edhe e pas pingu për edhe mirë. Alo? Me e për e kam, ja për fillimit. Ky partneritet është një bashkëpunim që është mendu mirë edhe thellë, pra është i ndërtuar me vlera që na bashkojnë të dy palëve për kushtim, origjinalitet, kreativitet dhe një lidhje reale që kemi me publikun. Për më shumë se 25 vite, IPCO nuk ka qenë thjesht një kompani e telekomunikimit në Kosovë, por ka qenë prezente dhe një pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë të përditshme. Klientët tonë, njerëzit të këtij vendi, na kanë besuar momentet e tyre më të rëndësishme, telefonatat me të dashurit e tyre, lidhjet me familjarët e tyre jashtë vendit, pastaj mësimin online, ndarjen në momenteve të veçanta në rrjetet sociale, momenteve më të bukura, sukseset në biznes e shumë momente tjera. Prandaj, ky bashkëpunim që po zyrtarizojmë sot me Letrin dhe me Erën është pasqyrë e asaj që është IPCO për njerëzit, pra një lidhje që jeton në frymën, energjinë dhe ëndrat e brezit të ri. IPCO vazhdon të jetë kompania e huaj më e madhe në Kosovë, me mbi 500 milionë euro investime në tregun e Kosovës. Kohëve fundit kemë vrejt që si kompani kemi investuar kogja shumë edhe në modernizim të teknologjisë, modernizim të infrastrukturës, sidomos investimet, fokusi kryesor në investime ka qenë pjesa e teknologjisë 5G. Edhe vjen me përmend që në një kohë shumë të shkurt kemë arritur që mbi 50% territorit të Kosovës ta mbulojmë me të njëjtën teknologji. Pra të gjitha qytetet kryesore, rrugë kryesore, infrastruktura në zonat vitale si në pikat kufitare, po ashtu edhe në aeroport, tashmë është e mbuluar me teknologji 5G. Normalisht që objektiva jonë kryesore mbetet që ditëve në vijim vazhdojmë me modernizim, vazhdojmë me investime dhe inxhinierët tonë vazhdimësi janë duke punuar që e njëjta teknologji të mbulon të teritorin e Republikës Kosovës. Pra, është shumë e rëndësishme përmend që si kompani klienti gjithmonë ka qenë në çdo qendër të iniciativave dhe ky bashkëpunim është në një mënyrë tjetër për të sjellë më afër teknologji, përvojën dhe emocionin që produktet tona ofrojnë. Unë nina shumë i privilegjuar që dy artistat e mi janë imazh i një prej investimeve më të mëdha ndërkombëtare në Kosovë dhe më të suksesshme që është. Më thonë faleminderit edhe na një privilegjuar me kom pjesë e IPCO-s edhe bashkëpunim me pas me IPCO.